Doktor Jacques Vallée është me plot goje një nga 3 ufologët më të mirë në botë në mos më i miri. Ka lindur 24/9/1939 në Francë dhe është një shkencëtar kompjuteri, inxhinier, autor dhe mbi të gjitha ufolog. Ekzistojnë 3 tipe kërkuesish ufologjie. Kemi shkollën e vjetër të Stanton Friedmanit, shkollë kjo që bazohet në një punë të mrekullueshme për detektivi, mbledhje dokumentash, mbledhje pafund në terren, biseda me dëshmitar. Ti grupimi ufologësh nuk ju interesojnë shumë jashtëtoksorët e lashtë apo historitë lashta të ndryshme. Nuk ju intereson disje fluturuese dhe pilotët e tyre. Në këtë grup kërkues bën pjesë edhe Richard Dolan, një pionier këtu në këtë shkollë, por këtij grupi ufologësh i mungon një gjë thelbësore. Ka një grup tjetër që në fillim e nisën si këta, por rrugës ndryshuan drejtim, duke përfunduar në tema sensacionale dhe pas një zbulim. Një nga këta kërkues edhe Steven Greer, një lloj shamani në kultin e tij. Po në këtë grup kemi dhe personin me emrin David Willock, një kërkues dhe ky që po ndjek më shumë famën. Kemi edhe një grup të tretë në cilin bën pjesë dhe Jacques Vallée, sipas mendimit tim. Natyrisht që tema e ufologjisë nuk është aq e lehtë, saqë mund ta ndash kollaj. Ajo nuk është bardhëzi. Si rrugë që ka ndjekur gjatë jetës, ajo e Jacques Vallée është tipike e shkencëtarit ufolog. Në fillimet e tij u nis në rrugën e Stanton Friedman, duke studiuar objekte fluturuese të pa identifikuara dhe duke shkruar dhe 2 libra për këtë temë. Me kalimin e kohës, e kuptoi se gaboi, sepse fenomeni UFO nuk ka të bëjë vetëm me objekte fluturuese në qiell, për cilat pjesa më e madhe e njerëzve mendojnë se vijnë nga një sistem tjetër ujor. Kërkime dhe studime shkencore mbi faktet e çuan në një drejtim krejt tjetër. Si fillim le të sqarojmë se çfarë është në përgjithësi një UFO. Ka raste kur sfera me dimensione të vogla kalon nëpërmjet mureve të shtëpisë, sikur muret mos ekzistojnë. Është kjo një sferë UFO. Jacques Vallée thotë se vizitorët tanë vinë nga një dimension tjetër, dhe këto janë fjalë të një shkencëtari që gjithë jetën ka kaluar duke studiuar këto fenomene dhe ka një biografi tepër intensive. Ka punuar si astronom në observatorin e Parisit dhe së bashku me kolegët ka marrë në qiell shfaqje të çuditshme që në vitin 1961. Ka parë objekte që rrotullohen rreth tokës në krah të kundërt, sepse në atë kohë nuk ekzistonin satelitet që rrotullohen në drejtime të tilla. Lajmëroje prorët të cilët në panikë sipër fshehën gjithçka. Ky rast i shërbeu Jacques Vallée si shkas për studiuar këto fenomene më tej. Më vonë ka punuar me NASA për hartëzimin e Marsit, si dhe si shkencëtar kompjuterik, duke qenë një nga pionierët që ka punuar me internetin që në hapat e tij të para. Edhe te kërkimet e para për inteligjencën artificiale ka marrë pjesë gjerësisht. Spielbergut i pëlqeu aq shumë saqë figurën e tij e futi në filmin Takimi afër të llojit të tretë, ku figura e tij u identifikua nga personazhi francez Claude Combet. Ka punuar së bashku me Alec Hynek, shkencëtari kryesor në projektin Blue Book për cilën folëm. 10 vjeçar para një zyrtar nga Pentagoni, zbuloi se një pjesë e ushtrisë amerikane, paralelisht me projektin Blue Book, studionte UFO-t. Blue Book që një projekt për publikun dhe ushtria i dezinformonte gjithmonë temat me UFO. Që ajo kohë kur doli tok fjalë si balona meteorologjike apo gaz rakënete për të mbuluar fenomenet UFO. Për inori të fatit, personi kryet të njësisë që merr me studimin e fenomeneve UFO, që pikërisht një nga fishkëlluesi MNZ sot që deponon para Senatit dhe që quhet Luis Elizondo. Jacques Vallée dinte që në atë kohë këto tema, kohë ato që publiku helmoi me teorinë e konspiracionit. Nuk ka vend të planetit që nuk ka qenë Jacques Vallée. Dhe në 1967 është takuar me çiftin Betty dhe Barney Hill, 2 nga të rrëmbyerit e parë zyrtar nga jashtëtoksorët, për cilët do të flasim në emision më vete. Në vitet 80 ka qenë në Brazil, ku ka takuar dëshmitar okular, të cilët kishin përvoja me jashtëtoksorët. Jacques Vallée merret dhe fragmente dhe analiza të disjeve të rrëzuara dhe ka në posedim copëza të vogla që nga lufta e dytë botërore. Ka dokumente që tregojnë se qeveria dhe ushtria amerikane, pavarësisht që zyrtarisht nuk pranonin këto fenomene, e kanë ditur shumë mirë ekzistencën e tyre. Ky dokument që vërteton programet e fsheta është nënshkruar nga drejtori e saj kohe, H.C. Cross, në Institutin Battelle të Metallurgjisë.
Kjo tregon se ushtria kishte 10 vjeçar që studionte metamaterialet e objekteve të rrëzuara, disa prej të cilave ranë në duart civilëve dhe nga këto të Jacques Vallée apo Robert Bigelow. Këto fragmente të objekteve të rrëzuara gjenden në gjithë botën dhe në duart civile, sepse janë këta të parët që arrin në vendngjarje. Natyrisht që ushtria në shumë raste vjen më vonë dhe bën rrethimin e vendit. Këto prova fizike janë të panjohura për teknologjinë dhe shkencën tonë përgjithësi. Ka izotope që nuk janë parë kurrë në strukturën e atomit në tokë. Nuk bëhet fjalë për element panjohur, por izotopet e elementeve të njohur, kombinimi i të cilave jep rezultate si tek filmat fantastiko shkencor. Ndryshimi i strukturës së atomit te këto materiale jashtëtoksor është i pakuptueshëm për ne. Në mesjetën e njihemi hekurin dhe karbonin, këta dy elemente zakonshëm që përdoreshin atë kohë. Hekuri në vetvete është shumë i butë, po kur bashkohej me karbonin përfitoi një çudi e madhe, një aliazh me emrin çelik. Kjo që arsyeja që kovaçët e saj kohe quheshin magjistar. Ekzistonin edhe shpatat e bronzit dhe të bakrit, por këto nuk krahasoheshin me shpatat për çeliku. Pra, me kombinime materialesh të ndryshme krijoheshin aliazhe me mundësi fantastike. Po të futim pak krom në çelik dhe përfitojmë inoksin. Fragmentet nga UFO të rrëzuar pas studimit të tyre treguan shumë më tepër se kaq. Ne ndërtojmë botën tonë mbi bazën e 80 elementeve kimik të njohur. Dikush që ka ndërtuar këto aliazhe me të cilat ndërtojnë disje fluturuese, e ndërton botën e tij me 253 izotope të ndryshme. Izotope këto të njëjtëve element kimik, por duke ndryshuar strukturën atomike të materialeve. Ju kujtohet se çfarë deklaroi Phil Schneider, duke mbajtur një copë metali në dorë nga rënja e Roswell. Unë si inxhinier gjeolog e dija se ekzistojnë materiale jashtëtoksor me 6 struktura të ndryshme kristalore, por ky material që kam në dorë ka 15 struktura të ndryshme kristalore dhe është shumë herë më i fortë se diamanti. Të gjitha këto fakte i dim tashmë, sepse kemi copa materialesh nga disjet e rrëzuara, por teknologjia jon nuk mund t'i kopjojë këto materiale. Dhe natyrisht vjen pyetja, nga vjen kjo teknologji? Dhe pikërisht për të mësuar përgjigjen e kësaj pyetje, Jacques Vallée ka 10 vjeçar që studion rastet dhe ka dalë në konkluzion që fenomenet UFO janë të lidhura me vetdijen jo njerëzore, që manipulon hapësirë kohën. Ky fenomen dhe vetdia janë aktiv gjatë gjithë historisë njerëzore dhe është maskuar me mënyra të ndryshme dhe kultura të ndryshme. Kjo inteligjencë që qëndron pas fenomeneve UFO kryen manipulim social nëpërmjet njerëzve me të cilët bashkëpunon. Jacques Vallée jep dhe një detaj interesant. Tek kjo inteligjencë jo njerëzore qëndron dhe komponenti njerëzor, njerëz që manipulojnë njerëz të tjerë. Një nga këto manipulime janë filmat nëpërmjet të cilëve hyn kërkesat e këtyre civilizimeve për ne njerëzit. Shpesh janë kërkesa materiale si metale, minerale, burime të ndryshme si uji e tjerë. Shpesh në për filma kryen sulme të tyre mbi ne dhe ne na shpëton ushtria amerikane. Realiteti që qëndron pas këtyre fenomeneve nuk ka asnjë lidhje me atë që paraqet Hollywoodi. Inteligjenca të tilla që manipulojnë hapësirë kohën dhe kanë në dispozicion teknologji të pakuptueshme për ne, mund të marrin në çdo kohë dhe çfarë të duan. Nuk ka luftë dhe nuk ka president amerikan guximtar që udhëheq një formacion në avion ushtarak dhe na shpëton nga jashtëtoksorët. Këto forca e krijojnë botën tonë si realitet virtual dhe ne manipulojmë si të duan. Jacques Vallée bën një pyetje mjaft interesante, larg arsyeve materiale të jashtëtoksore. Po sikur ata të jenë këtu për mendimet tona, energjinë tonë dhe në fundit për shpirtin tonë. Janë qenie materiale nga dimensionet të ndryshme dhe duke ardhur në botën tonë tredimensionale, materializojnë mjetet e tyre të udhëtimit, si dhe trupat e tyre dhe na manipulojnë si të duan. Çfarë han këto qenie? Një pjesë e tyre ushqehet me frikën tonë dhe energjinë negative dhe logjikshëm që shkaktarët e luftrave që s'mbarojnë kurrë janë pikërisht këto qenie për cilat po flasim. Natyrisht që kjo radhë ka dhe opozitën e saj, sepse çdo histori ka 3 variante: negative, pozitive dhe neutrale. Sipas Jacques Vallée, hapësira, koha dhe vetëdia e qenieve të gjalla janë të ndërthurura.
Ndoshta këtyre qenieve nuk i nevojtet fare objektet fluturuese që shohim në qiell. Ekziston mundësia që disjet që shohim në qiell mund të vinë nga thellësitë e universit, sepse këto janë qenie interdimensionale dhe janë gjithmonë këtu pa patur nevojë që t'u thojnë. Ne nuk jemi në gjendje që të kuptojnë se çfarë është universi. Jacques Vallée dhe Allen Hynek kanë shkruar një libër mbi këtë temë. Në vitet 60-70 filloi të marrë formë ideja e hipotezës interdimensionale, që shpjegonte shumë më tepër se fenomenet UFO. Studimet filluan të përqendrohen tek qeniet që shfaqeshin dhe zhdukeshin pa kuptim, pas një lidhje me fenomenet UFO. Shpesh njerëzit zhdukeshin në dhomat e gjumit dhe papritur gjendeshin në një botë tjetër. Por këto fenomene paranormale njerëzit fajsonin demonët. Kulturat të ndryshme kanë emërtime të ndryshme, por këto qenie dhe disa janë pozitive, disa negative dhe disa asnjëse. Këto qenie manipulojnë realitetin tonë në mënyra të pabesueshme, sepse bota që ne shohim me sytë tanë është një iluzion i thjeshtë. Sipas fizikës kuantike, bota përreth nesh nuk ekziston. Realiteti fizik, siç e shikojnë dy njerëz apo një njeri dhe një majmun, ka një ndryshim të madh dhe kjo ka të bëjë me nivelet e ndryshme të kuptuarit të botës përreth nesh. Ç'është realiteti? Njerëz të ndryshme e përjetojnë në mënyrë të ndryshme realitetin. Në thelb, realiteti është vibrimi në një frekuencë caktuar i atomit apo materjes dhe teknikisht nuk ka asgjë më shumë. Ne krijojmë realitetin në mënyrën tonë, por dikush manipulon vazhdimisht realitetin për arsye të caktuara. Para disa ditësh, Jacques Vallée ka dhënë një intervistë tek podcasti i Jeremy Corbell dhe George Knapp dhe ka lëshuar disa bomba të vërteta në plot kuptimin e fjalës, duke nxjerrë në dritë disa informata që nuk kanë qenë të njohura për publikun. Ai tha: brenda niveleve të fsheta të ushtrisë amerikane, ekziston një grup njerëzish që prek më se 20 vjetësh kanë gjetur mënyrën se si të komunikojnë me qenie jashtoksore. Dhe kjo nuk arrihet me thirrje telefonike, duke lënë takim në filan vend, dhe ata vinë dhe ulen tavolinë me ne. Sipas Jacques Vallée, ky është një proces që kryhet me një teknologji mjaft të sofistikuar dhe komplekse, por thelbi është se hapet një portal për komunikim me këto qenie. Këto bisedime nuk realizohen me jashtoksorë që ne jemi mësuar tashmë si Grit e Vegjël apo Drakot, apo me andromedianët e kështu me radhë. Komunikohet me qenie shumë herë më të larta dhe në nivele shumë të larta që një shkencë e ufologjisë dhe që Jacques Vallée i quan kontrollorët e këtij planeti, lojtarët kyç, të cilët nuk janë qenie materiale. Në fillim, ne nuk e dinim si paraqiten këto qenie. Paraqiten fizikisht nëpërmjet portaleve duke u paraqitur vetë, apo dërgojnë projekcion si hologram, apo simulim nga dimensione të tjera. Njerëzit që kontaktonin me këto qenie nuk ishin të sigurt se shfaqja që shikonin përballë që e vërtet apo jo. Jacques Vallée thotë se kemi marrë informacione të shumta nga nivelet të larta ekzistence dhe se bërja publike e këtyre ngjarjeve vonohet me qëllim marrjen e informacioneve të mëtejshme, derisa të gjendet një mënyrë racionale për të ballafaquar me këto gjëra. Ja çfarë thotë gjatë intervistës. Më thanë se ky është një sistem kontrolli që varet nga kushtet për të hapur apo mbyllur. Mund të bëhet publike tema e UFO-ve vetëm për një grup njerëzish nën kontrollin e tyre. Kanë folur me njerëz që kanë takuar entitetet dhe që kanë qenë të hapur për bisedime. Disa nga takimet që unë di kanë ndodhur në hapësira shtetërore, por asnjë nuk flet për këtë. Ka edhe njerëz të tjerë që kanë udhëhequr programin dhe më kanë vërtetuar se komunikimi me ta është një proces jashtëzakonisht i sofistikuar. Ata nuk janë entitete si ato që përshkruajnë në librin tim. Nuk janë si ata që janë kapur në Brazil, apo si ata që shohim nëpër dokumentar. Ata janë kontrollor, qenie në niveli më të lartë dhe nëse është e vërtet gjithçka që më është thënë, komunikimi me ta është shumë kompleks. Ky është një grup që ka qasje në këto gjëra dhe ka vite të tëra që merret me këto punë. Ky është një informacion i vjetër prej 20 vjetësh dhe ka ndodhur në laborator në kushte të kontrolluara. Nëse është saktë, atëherë po ndodh një proces ku ne mund të mbledhim informacion në një nivel jashtëzakonisht të lartë. Prandaj dhe bërja publike e jetës jashtëtoksore po shtyhet. Duhet gjetur një mënyrë racionale që të përballemi me këtë zbulim. Keni parasysh se Jacques Vallée bën fjalë më shumë për besimtarët e feve të ndryshme,
të cilët kanë një problem të madh kur të kuptojnë se ato që besonin ata për vite me radhë kanë qenë një përrallë. Kjo e vërtet do të përmbysë dhe shkatrojë gjithë kulturën dhe gjithë shoqërinë tonë. Nuk mjafton që kemi një problem të madh me inteligjencën artificiale, e cila në fakt është një entitet i huaj shumë potencial. Pra siç e shihni, Jacques Vallée përpiqet të mbrojë civilizimin tonë dhe është për një zbulim të ngadaltë të jetës jashtëtoksore, sepse në të kundërt do të shkatërrojë komplet shoqëria jonë në të gjithë nivelet, sepse në thelba i bën fjalë për vetë Zotin apo krijuesin dhe forcat hyjnore, të cilët janë përgjegjës për krijimin e besimeve tona. Njerëzit edhe sot e kësaj dite besojnë Zot, por nuk ja kanë idenë se kush janë këto qenie apo vetë Zoti, sepse janë manipuluar nga ana e vetë këtyre qenieve. Grupi njerëzve që ka më se 20 vjet që kontakton me këto qenie, thotë se nuk bëhet fjalë për qenie jashtëtoksore të dimensioneve të ulta, por për vetë Jahve apo Zotin dhe forcat që i rrethojnë. Ju kujtohet urim dhe thumim, teknologjia që përdori për të folur me vetë Zotin. Dhe ja ku jemi sot me të njëjtin temë, por tash më mira vjet më vonë kur një grup njerëzish duke përdorur teknologji të re komunikon me vetë Zotin. Personalisht Zoti Jacques Vallée besoi plotësisht, sepse nuk kanë karrierën e tij prej 50 vjetësh, as një njollë të errët dhe drejtimi që ndoqi ai në rrugën e ufologjisë, që e komplet kundra rrymës. Ai thotë se bëhet fjalë për manipulim të racës njerëzore nga entitete që nuk vijnë nga planetet të tjerë, por janë këtu në tokë shumë më të vjetër se njerëzimi. Nuk përjashton mundësinë e ardhjes nga planetet të tjerë, por këta të fundit janë lojtarë si ne, por në nivele më të përparuara. Janë pikërisht kontrollorët që vendosin se kujt do t'i shfaqen dhe kujt jo. Ka ndonjë nga ju një ide se si mund të bëjmë të ditur ekzistencën e entiteteve të huaja në planetin tonë, pa shkaktuar kaos? Para 50 vjetësh, përmendja e disqeve fluturuese të pa identifikuara do të të emërtonte budalla. Këto 10 vitet e fundit njerëzit sigurisht janë mësuar me ekzistencën e UFO-ve. Bërja publike e ides se nuk jemi vetëm, dhe jo vetëm në univers, por edhe këtu në tokë, mendoj se do të shkaktonte një kaos total. 99% e njerëzve nuk janë gati, dhe ju që ndiqni këtë kanal, bëni pjesë tek 1%. Presidenti Donald Trump deklaroi në intervistë në janar të 2025 se kur të vijë në pushtet me 20 janar, do të bëj publike problemin e dronëve mbi qiejt e Amerikës. Ka kaluar më se një vit dhe asgjë nuk është bërë publike akoma. Ka një presion të jashtëzakonshëm mbi të përbërjen publike të jetës jashtëtoksore në këtë planet. Është i detyruar të thotë të paktën zyrtarisht që nuk jemi vetëm. Paralelisht doli dokumentari Dan Farah mbi jetën jashtëtoksore në planet. Dokumentar ky që paraqet të gjithë dëshmitarët okular të ushtrisë dhe jo vetëm. Dokumentari quhet The Age of Disclosure dhe zgjat 1 orë e 49 minuta. Në 12 qershor të këtij viti, Steven Spielberg ka premierën e filmit të tij Disclosure Day. Një ditë më parë, në 11 qershor, fillon kampionati botëror dhe mendoj se është një rast i mirë për Trump për bërjen publike. Nuk e di, ndoshta. Po e mbyll me një ngjarje që tregon shumë për panikun e masave. Më 30 tetor 1938, Orson Welles, 23 vjeç në atë kohë, realizoi në radion CBS emisionin The War of the Worlds, një adaptim ky radiofonik i romanit të Wells i cili u dha live. Emisioni u paraqit si ndërprerje lajmesh urgjente, sikur gazetarët po raportonin në kohë reale. Objekte cilindrike që bien nga qielli, qenie që dalin prej tyre, ushtria që shkatrohet, gaz helmues, rrezë nxehtësie, panik, evakuime, kolaps shtetëror dhe u përmendën dhe marsianët. Shumë dëgjues e kapën emisionin me vonesë, pa dëgjuar paralajmërimin se ishte dramë dhe njerëzit besuan se ishte vërtet. Disa ikën nga shtëpitë, telefonuan policinë, u mbyllën bodrume dhe u lutën në përkisha. Orson Welles u thirr për sqarime dhe u kërkuan rregulla më të forta për dramat radiofonike. Orson Welles u bë i famshëm brenda natës dhe është personi që luajti rolin e J.P. Morganit tek filmi Teslas. Ky eksperiment hapi rrugën për filmin Citizen Kane, një nga filmat më të mëdhenj të historisë. Imagjinoni tani sikur të ulet një disk jashtëtoksor në qendër Tiranës. Ishi tek bota e fshehtë.
regjistroni, bëni ndonjë like dhe deri tek emisioni i radhës. Mirupafshim.